Dhe patjetër që do të ecim përpara duke dëgjuar çfarë duhet dëgjojmë, duke mësuar nga çfarë na thonë ata që nuk janë dakord me ne, por duke vazhduar të ndërtojmë Shqipërinë me forcën e Partisë Socialiste, që është forca që ka marrë reforma, ndërmarrë reforma të vështira, ka shtyrë përpara procese që shpesh janë kundërshtuar, por që sot kanë ndryshuar rrjedhësisht edhe gjendjen edhe pozicionin e Shqipërisë. Dhe për këtë mjafton të kthehemi mbrapa kokën, jo më shumë po 10 vjet, dhe për të parë se ku ishim në raport me botën, në raport me ekonominë, me institucionet, me të gjitha. Dhe faktikisht nuk ka simbolik më të fortë se sa fakti që ky 35 vjetor na gjeti edhe në pikën më të avancuar të rrugës sonë europiane.